Shqipëria renditet e treta në Evropë nga EFR dhe European Facilities for Earthquake, Hazard and Risk për rrezikun nga tërmetet. Megjithase vendi ynë është gjithashtu shumë i rrezikuar nga zjarret në natyrë, sidomos gjatë valeve të nxehtit. Sërish sigurimi i pronës nga fatkeqësitë natyrore mbetet në nivele të ulëta. Sipas sekretarës së shoqatës së siguruesve të Shqipërisë, Mimoza Hajdarmataj, vetëm 3% e pronave në Shqipëri janë të siguruara. Shqipëria fatkeqësisht renditet e fundit për nga niveli i përthithjes apo i shkallës së penetrimit të sigurimeve vullnetare, siç është dhe sigurimi i pronës. Themi që shqiptarët janë akoma të pandërgjegjësuar, le të themi, ose ju mungon një kulturë sigurimi, duke u ndodhur përballë këtyre ngjarjeve. Ka dy gjëra që duhet të merret vendim. Do rrim të presim t'i bëjmë i barë shtetit, financave të buxhetit shtetit, për të pritur se kur na vjen radha për të marrë një dëmshpërblim ose kur mund të krijohet mundësia për të rikuperuar humbjet, apo të kemi një sigurim, një kontratë sigurimi, e cila na jep një garanci. Vetëm 3% e pronave në Shqipëri janë të siguruara. Dhe mund të themi që edhe një pjesë e tyre janë të siguruara me detyrim për shkak të kredive që qytetarët kanë marrë për të pasur një apartament, një pronë të tyre. Edhe pas tërmetit të vitit 2019, ndërgjegjësimi i shqiptarëve për të siguruar pronën e tyre ishte i përkohshëm, ku vitet të fundit ka pasur një rënje të konsiderueshme të primeve. Kishte një lloj ndërgjegjësimi të momentit, por fatkeqësisht nuk zgjati shumë. Pra, siç duket, ne harrojmë, kemi një kulturë harrese, harrojmë shumë shpejt, sepse vetëm një vitin e parë, më njëherë mbas 2019-s apo dhe pak në 2021-shin, kishte një lloj rritje të lehtë të numrit të kontratave për sigurimin e pronës, por që kjo nuk zgjati shumë. Nuk qëndron as argumenti i problemeve ekonomike, le të themi, për të përballuar një prim të caktuar, sepse është primi për të mbrojtur një pronë, le të themi një hyrje, një apartament, një banesë që kushton 100.000 euro, është vetëm 1 euro për metër katror. Gjatë vitit të kaluar, një shqiptar ka shpenzuar mesatarisht vetëm 92 euro për sigurime në përgjithësi.